Star News ju përshëndes. Jemi sërish bashkë si çdo ditë me mua Ester për të njohur me parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Skandinavia dhe pjesa e Europës lindore përfshihen nga një qendër e fuqishme ciklonare duke sjellë rreshje shiu e dëbore. Edhe gadishulli iberik paraqitet me mot të paqëndrueshëm, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit mbetet në masë ajrore të qëndrueshme, veçanërisht gadishulli Apenin, Ballkani dhe pjesa e Europës qendrore. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit ton. Sipas Meteoalb, vendi mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot të kthjellët përgjatë gjithë ditës. Pasditja sjell vranësira të lehta fillimisht në veri të vendit dhe më pas përhapen në pjesën tjetër në zonat malore. Temperaturat do të luhaten nga 2 deri në 22 gradë Celsius. Era fryn e lehtë deri në 35 km/h nga veriu, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 2 ball. Do të jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonet e Europës për ditën e nesërme. Shumica e kontinentit mbetet në masë ajrore të qëndrueshme, sidomos gadishulli Apenin, Ballkani dhe Europa juglindore. Ndërkohë, pjesa e Europës veriore, ishujt britanik dhe pjesërisht Europa qendrore do të mbeten në rreshje shiu dhe dëbore. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit ton për ditën e nesërme. Sipas Meteoalb, kthjellime priten në pjesën e parë të ditës, më të theksuara këto në zonën e ultësirës perëndimore. Pas mesditës shtohen gradualisht vranësirat, kryesisht në zonat malore. Temperaturat do të luhaten nga 1 deri në 22 gradë Celsius. Era fryn e lehtë deri mesatare rreth 30 km/h nga veri lindja dhe dallgëzimi në brigjet detare do të jetë i ulët. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalb për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend e Europës. Falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.